Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse zgjoheni në mes të natës për të urinuar, duhet urgjent ta dëgjoni këtë. Janë mënyrat se mund të veproni për ta lehtësuar atë. A zgjoheni shpesh në mes të natës për të shkuar në banjo? Nëse është kështu, ju e dini se është diçka shumë e bezdishme. Jo vetëm që ju bën të zgjoheni nga gjumi si rezultat i fshikëzes së ngrohtë të stërmbushur, por gjithashtu mund të shqetësoni partnerin tuaj apo dhe të rrezikoni që të mos ju zërë më gjumi pasi të ktheheni sërish në shtrat. Kjo gjendje quhet nokturja, por çfarë e shkakton dhe si mund ta shmangni atë? Këtu ne do t'ju sillim disa informacione bazike dhe gjithçka që ju nevojitet për të ditur. Çfarë është nokturja? Nokturja është nevoja për të shkuar në tualet gjatë natës dhe bëhet akoma dhe më e zakonshme me kalimin e moshës tuaj. Është gjithçka shumë e zakonshme tek meshkujt më të vjetër, e cila shkaktohet shpesh si rezultat i prostatës së zgjeruar. Çfarë shkakton nokturjan? Këmbët e ëndura, të cilat ndërlidhen me sulmet në zemër, marrja e ilaçeve diuretike që shkakton urinim të shpeshtë, duke patur një cikël të ndryshëm të orës trupore e cila shkakton që modeli normal i urinimit gjatë ditës të ndodhë gjatë natës, duke patur një fshikës jo të qëndrueshme ose tepër aktive si rezultat i shumë problemeve të tjera shëndetësore. Diabeti, nëse nuk është i kontrolluar në mënyrë adekuate, kjo shpije në paraqitjen e sheqerit në urinë, gjë që stimulon urinën shtesë për të prodhuar. Konsumi i tepërt i lëngjeve para kohës së gjumit. Çfarë mund të bëni për ta përmirësuar ju këtë gjendje? Ndërprisni konsumin e lëngjeve prej më herët gjatë ditës në mënyrë që të zbrazni fshikëzën tuaj para se ju të shkoni në shtrat. Kjo nuk nënkupton që të mos konsumoni lëngje gjatë ditës, thjesht filloni rutinën e konsumit të lëngjeve prej më herët dhe ndërprisni sasinë e duhur më herët para gjumit. Filloni një rutinë apo ditar të konsumit të lëngjeve dhe mbani shënim rreth kësaj metode se sa lëngje gjatë ditës duhet që të konsumoni. Largoni pije të cilat përmbajnë kafeinë dhe gjithashtu shkëmbejni ato me pije të ngrohta dekafeinato pa përmbajtje të kafeinës. Nga ana tjetër, gjithmonë duhet të keni parasysh se nëse jeni të shqetësuar se një gjendje tjetër shëndetësore po ju shkakton nokturjan, të tilla si infeksioni urinar apo diabeti, vizitoni mjekun tuaj. Në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar pasi nuk është një shenjë që duhet injoruar. Nga ana tjetër, edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeç thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet edhe në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja nokturja dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet që të çohesh nga shtrati, por gjumi i ndërprer është njëkohësisht i lidhur edhe me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ajo gjithashtu mundet që të shkaktojë edhe probleme të shëndetit mendor, të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Flet eksperti profesor i urologjisë Philip Van, i cili po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturjas për hir të shëndetit tuaj. Ai thotë se njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm një pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë. Gjumi i dobët mundet që të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet që të shkojnë tek mjeku i tyre
për të parë se çfarë po e shkakton atë. Lajmi i mirë në fakt është se nokturja ka mundësi që të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë më që të vuani në heshtje. Një gjumë i natës i ndërprer mundet që të ketë edhe një ndikim të gjerë në shëndetin tuaj fizik dhe mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe gjithashtu suksesi i karrierës mund të ndikojë. Profesori, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturja, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format e funksionimit mendor, duke e bërë më të vështirë që të përqendrohesh, të kujtosh gjërat dhe gjithashtu mundet që të ndikojë edhe të merr një aftësi të reja ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mundet të shkaktojë sëmundje, por urinimi gjatë natës mundet gjithashtu të jetë edhe një shenjë e tyre. Nokturja mundet gjithashtu të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës, gjë e cila mundet që të jetë simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepruar, i quajtur poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë edhe nëse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve, ose mundet gjithashtu që të jetë një simptom e problemeve të rënda shëndetësore, ku mund të përmendim diabetin e tipit 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë edhe e infeksionit në fshikëzën tuaj. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë edhe gurëve në veshka, dështimit të veshkave dhe prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Sëmundjet. Një person i cili ka diabet të tipit 2 ka sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë e cila rezulton në nevojën për të urinuar akoma edhe më shpesh. Në një mënyrë të ngjashme, në qoftë se ju do të keni probleme të cilat mund të ndryshojnë edhe mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale, atëherë ju mundet që të keni probleme dhe të filloni të vuani nga dhimbja e shpinës, humbja e peshës, djersitja natën, dobësia e këmbëve, ethe dhe gjithashtu duhet të takoni menjëherë me mjekun tuaj. Sa më shpejt, aq edhe më mirë. Nga ana tjetër, urinimi dhe ekspertët e mjekësisë këshillojnë që njerëzit duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm me këtë temë dhe të vëmendshëm gjatë procesit të urinimit. Sipas ekspertëve, numri i herëve që ti urinon brenda ditës është një tregues mjaft i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Si fillim, ne do të mësojmë sa herë duhet të urinoni dhe më e rëndësishmja, a keni nevojë të shqetësoheni në qoftë se jeni duke urinuar shumë shpesh ose shumë pak? Ajo e cila konsiderohet normale për dikë mund të ndryshojë nga personi në person, por mesatarisht njerëzit shkojnë në tualet rreth 6 deri në 7 herë në ditë. Se sa shpesh shkoni ju në tualet është e lidhur me një sër faktorësh të ndryshëm, siç është marrja e lëngjeve. Por nëse ju nuk ju duket normale dhe është jashtë parashikimeve tuaja, atëherë më e mira është që të paraqiteni tek mjeku juaj për të anashkaluar dhe parandaluar çdo sëmundje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.